Në orën 18 është votimi për sekretar të përgjithshëm. Flamur Noka kokë më kokë me Samir Koreshi. Nga zemra ju them të gjithë çana një 400 sa votojnë, 400 nga Këshilli Kombëtar. Ju them jo servilave, se servilat e diun për këtë votojnë, po ata që e ndjen me zemër duhet të votojnë Samir Koreshi. Ata që janë, domethënë, njerëz që se Samir Koreshi është deputeti më popullor i Partisë Demokratike. Dhe ju bëj thirrje, se dhe me të premte edhe unë, ju kështu se jam si të thuq, ju bëj thirrje të gjithë anëtarëve të asamblesë kushtetuese. Votoni Samir Koreshi. Votoni djalin nga Lushnja, votoni njeriu që mund të bëj, votoni një njeri të ri mulla. Votoni një njeri të ri, pavarësisht çfarë mund të thonë për telefona. Po nuk është votimi i mbyllur. Se po që votimi i mbyllur, kupton? Edhe uroj që se Koreshin mund ta ketë futur edhe si me kështu, ky si me shaka, po fitovi Koreshi pasaj, do t'i thotë Koreshi t'i jep dorëshin. Tërë miqtë e mi që janë në asambleja kombëtare dhe që e duan për den me shpirtë, votoni Samir Koreshin që është deputeti më popullor në Shqipëri. Në qoftë se do votoni Flamur Nokën, do bëni autogol, jo për gjë, po ka 6.000 ditë. E boll, të vëmë Samir Koreshin, sekretar të përgjithshëm dhe të marrë frymë Partia Demokratike. Ai që e do Partinë Demokratike me zemër, kush e do me servilizëm pasaj, edhe me lëpirje do votoj Flamur Nokën. Në orën 18 e prifte e mbara të gjitha ata që e duan për den me zemër. Tung votoni Samir Koreshin për diçka të re, për diçka që të afroj njerëz. Se po votuan Flamur Nokën, mbeti përgjysmë partia. Kaq po them, kjo është e vërteta, e idhur. Votoni Samir Koreshin.